Dhe i kanë kërku babit në gjuhën e tyre që me na lirue makinën, me na dha neve. Babi i tregojke në gjuhën serbe që i kam 3 persona me nevojat veçanta. Fëmijën me hekën zvarë me qitën loqë, unë tani qashtu ka një qysh muqa në temën me gjithë gruën dhe i kemi qitë në autobus. Ma e keqe u kanë kur kanë ardhë afer, nuk kanë afru 3 ose 4 policë, në 2 nga ana babit e shoferit dhe 2 nga ana tjetër nga ana gjyshës, unë nana dhe 2 vllaznija tjerë e na kanë domethënë makinë, edhe babit i kanë trokit në gjamë me hap dritarën. Dhe i kanë kërku babit në gjuhën e tyre që me na lirue makinën, me na dha neve. Babi i tregojke në gjuhën serbe që i kam 3 persona me nevojat veçanta, nuk kam ku tjetër përveç nëse i lëshojmë tokë. Babi i kanë thënë dil jashtë pikerit, edhe i kanë drejtu, pushkën, tytën të pjesa e veshit, ka thënë apo na hek fëmijën, apo të vrajmë nërsy fëmijëve tu, që t'jale majnë men shumë mirë, edhe na kanë zhdryp nga aty, na kanë lëshu në tokë. Edhe ka qenë normalisht tokë, ka qenë loqë, edhe na kanë lëshue me dhunë. Ma morën kërën se i pelqe ki kërë, atëherë kërë jam ka qenë golf 2, po me një vlerë si kur sot një golf 7 tjetër me barë. Edhe ma morën, edhe fëmijën me hekën zvarë me qitën loqë, unë tani qashtu ka një qysh muqa në temën me gjithë gruën dhe i kemi qitë në autobus. Autobusi ka qenë një kompanije, nuk e di çfarë kompanije ka qenë, na kanë hypë në autobus, në fund të autobusit, në sediljet e fundit, edhe aty na kanë shti, besoj që na kanë bi 100 e diçka veta. Në atë autobus kena kalu një natë, po gjatë një natë unë mbaj mend shumë gjana atyne. Nuk kena pas oksigjen, mbaj mend kur babi në prehnin e majke njënin vlla dhe në prehnin tjetrin vlla. Unë e qëndrojsha mbi sedilje me nanën tem, dhe e di që flokët e mija jënë kanë lagura, nga djersa, nga mos ajri, edhe shka ka qenë ma e keqja, ka qenë që autobusit tonë kohës kishke, do me thonë, goditje. Goditje ku i rrishin shoferin autobusit e rrishin, i mshojshin për autobusi, mandej mirëshin trinjët, i qojshin me një farë veni, me një farë garazhe, e ma shumë mirën men nga autobusi shisha, ata trit i rrishin, edhe e di që gjaki u shkojke, i mirëshin, i tërhiqshin zvar, edhe aty hishin në autobus, e kërkojshin ushtar të UÇK-s. Kërkojshin, a jeni ushtar, kush është ushtar, dilin nga autobusi, dhe na u frigoshëm se babi ishke vesh pjestar i forcave të UÇK-s. Po për fat keq babi nuk na ka lënë kuptimin, nuk kanë nguc, kërkojshin paratar kohës, kërkojshin dukat, hishin grave, ju mirëshin dukat nga veshët, ju nukshin nga qafa, edhe aty kena qëndru, do me thonë, për një natë tonë.